nacionale barazi sociale, dhe më thënë ne Kosovës pej nesit ndark në ora 12 natës, automatikisht, minimalisht 12 dhe 20 milion euro do t'i kushton Kosovës zgjedhjet e reja. Zotë Radinaj, thatë që nëse kishtirë sot vjosën që është e prezidentit kështë mesjene krymi, ju si akën momentet caktume keni dalë për te pozicionet juja politike, kërë ka qenë pyetjes që është e Kosovës. Dashtëm, si ju dashtëm, pajtum, si pajtum, ju politikisht, keni qenë gjithmonë racional. Për te pikpamjet politike, për te liqimeve, ofendimet që ju kam bërë momentet caktume, kërë ka qenë që është e Kosovës, keni dhonë qëndrim për te politik. Bile di, kur kemi folë dhe për çështjen edhe kuvendarit, emrat që mi ke përmendur, nuk më thonë, e di gati shmëlin e ju, edhe të ramushit. Zotë Radinaj, në rast se kishë marrë çështja për me apshtu Kosovës 11 deri 20 milion euro, i përmenet 6 me parë zgjedhjen e si marrëm dhe komunalet edhe ballotazhin Kosova për 19 muaj. A kishë mund me pa a kënd të reflektu të e marrë një pozicion, edhe pse nuk i shkut në takim zotit Abizio? Ne edhe kem pas komunikim, ndoshta edhe jo direkt, po indirekt. Edhe me zonin Osmani, qëllimi i AK-s u konë shmangja e zgjedhjeve. Edhe absolut, dhe më thonë, kemi ofertu edhe kur kemi pas kandidaturën e vetë Ramush Haradinajt për president, kemi thonë që në rrasë do t'jenë një emën konsenzual, do t'hekim dorë, do t'jepim për kraje njëjtë, sikur se ndodhe rasti që u përfaqësuesi familjes Jashari, nëse ju kujtohet, në këtë studio këmë thonë që automatikisht e në rënë lojen, ne jemi aty dhe jo vetëm që pojmë korumin, po edhe votojmë. Pra, kemi dhonë argumente dhe jepim argumente, por nuk mjaftojnë numra. As të OK-s, as të LDK-s, për me inicu kandidaturën e një individit caktum, nuk i kemi numrat as bashkë si OK me LDK-n. Zotë Radinaj, prejtë që maj vetën që në pjesë e medjave... Janë që jemi automatikisht në varën për krajës zonë. Ju thatë që AK nuk ka si në interesume për me që në pjesë e zjedhë, me që venin drejtë zjedhër. Prejtë që në pjesë e medjave, ta shumë bojnë 20 vjetë. Edhe kër ka qenë zotë Ramushi këto, edhe kër ka shku në ha, kër i një ka një blerimi e shumë të tjerë, krejt, zdo qëndrim ju i politik, kër ka qenë kundrejt zgjedhjeve dhe kalkulimeve të kalume, u konë që AK-ja po tutet se nuk e kalon pragun. Peshtroj këtë pyetje banale, primitive, në ashta, por peshtroj prap. Nuk mi doni zgjedhjet, thash, unë e pranojt, ju e dini që jemi drejt për drejt. Do mon, tash e 20 vjetë pe që e moj men, se cilin par zgjedhë, kanë AK-ja se kalon pragun, AK-ja se kalon pragun, njerë Ramushi, njerë ajo, njerë kjo, jo kjo. Nuk e dëshëron zgjedhjet AK-ja për shkak të frikës për mëskalimin e pragut, apo për shkak çështjes edhe zhvillimit geopolitikës. Unë jam shumë i bindur që AK-ja jo vetëm që e kalon pragun, po do t'jetë befasi, edhe na dim me dëshmu që i befasojmë, edhe ata që një farë forme i fërkojnë durë se AK-ja nuk e kalon pragun. Qashtu na kanë thonë edhe për ne për komuna, nuk jo nda mirë. Pikërisht bile pe këtu në studio, kur falshin nesmën komunat e tyne i kanë humbë, AK-ja ka fitu. Edhe ju e dini që 30% territorit Kosovës afërsisht qeveriset nga AK-ja në nivel lokal. Pra kështu që nuk e bajmë atë gajle. Ndërsa është momenti, a i duhen zgjedhjet Kosovës, bota është kanë alyp stabilitet politik. Bota po flasë për mishtanë, pra aleat tanë. Kosova është ka e lyp njëtin sen. Nuk jemi ka e kontestojmë majorancën e zgjedhjeve. E tha dhe kyzotnia që e kom s'kenë brava. Tha i keni pranur rezultatet, fix. Në me thonë, nuk është ka i konteston kush, ti e në qeveri shumë stabile, që vlave jam nuk ullësh me 2 partit, pra mi ja ofru një jamën konsenzuale edhe me zjedhë presidentin. Pse po të vynë ty me pas kriza mas krize. Na i patëm 12 muj që nga fajsoj ke pare, 12 muj nuk e kanë rrunë një jamën për parlamentar. 54 seanca një njeri është jetë në votim. Desa dul vendimi i gjukatës kushtetuse që e ndaloj bitër herë kandidimin e të njëjtit njerit, dhe më thonë 52 seanca unë jëmë konë fizikisht në parlament me të njëjtit njerit. Tash unë nuk e di, dhe më thonë kjo është i mësumë si që duke dhe me mbjetu në kriza. Por edhe populli shpresoj që e shë, sepse tash mo, që shme thonë, ajo shpreja popullore në brejt i desh, ky zotnia nuk mundet me manipulu ma sidomos në kohën e funit, 6 mujorën e funit të vendimeve qeveritare. Skandaleve qeveritare, kapjes e institucioneve kredibile, të fillu pej këshillit prokuroriale dejte, sot për shembull AKP-ja, kjo i bjen që automatikisht ky zotnia po don unë krejt ose heq. Oses, zoti Radinaj, që çështja e mosftesës ndaj AK-s. AK-ja ka dëshmu në secilin koalicion kur e keni pas që keni dhënë maksimumin për te edhe shpesh herë dëmtu. Tu nis prej koalicionit parë me presidentin Rugova e deri te koalicioni me panin e deri te koalicioni kur e keni pas me Vetëvendosin, jo kundrejt
asacionit në atë kohë edhe shumë problematikave tjera. A ka diçka tjetër që nuk dihet në raport mes zotit Kurti edhe juve dhe Ramushit? E dim si mas bamjes qeverisë parë, kur ka pas disa stagnime, kur vind të shpesh të kulla, në Prishtinë në studiot televizive, plisëshin fjalë që po kryet koalicioni me AKN, po donë me do përgjësin, i është mirë njës për ato që kanë bo për Albinin. A ka diçka për te pozicionit edhe numra, se nuk kërë numra, se sot me 5% jujt, 6% jujt, zgjedhet problemi, do në politik edhe njëshi është i madh, e dim që veni është rreziku për votën e deputetit e ka bërë diferencën. A ka diçka për te pozicioneve politike, numrave politik, mes qësh edhe zotit Kurti? Nuk besoj edhe nuk është dashme pas diçka për shkak se unë jam politik, unë kom mendime personale, kom bindje personale, ndoshta kom agent që mendoj që unë e kom ma mirë se kë. Pra nuk ka diçka një me një, për shkak që s'kemi në arsye për me pas. E vetëm arsye pse i kundërshtojmë është se pikrisht krejt